Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 27 vjeçe dhe jam rritur në Shkodër, në një familje ku gjërat nuk fliteshin asnjëherë hapur. Emocionet mbaheshin brenda, vendimet gjykoheshin shpejt dhe zgjedhjet personale shpesh shiheshin si gabime. Ndoshta pikërisht për këtë arsye mësova herët të ecja kundër pritshmërive. Që në fillimet e mia, kuptova se nuk më tërhiqnin marrëdhëniet tipike të moshës time. Nuk ishte çështje rebelimi, as kërkim vëmendje. Ishte ndjenja e sigurisë që të gjeja tek burrat shumë më të mëdhenj se mosha ime. Qetësia në të folur, durimi, mënyra si dëgjonin pa ndërprerë. Ndihesha e marrë seriozisht. Shpesh më kanë gjykuar, po pse zgjedh këta burra? Çfarë gjen te këta pleq? Këto pyetje më janë bërë edhe nga njerëz që nuk kanë ditur kurrë të më dëgjojnë vërtet. Për mua, mosha ka qenë më pak e rëndësishme se sa ndjesia e respektit dhe vlerësimit. Kam kërkuar stabilitet emocional dhe jo aventura. Nuk them se gjithçka ka qenë gjithmonë e lehtë. Diferenca e moshës sjell patjetër pabarazi, mënyra të ndryshme të menduarit, ritme jete që nuk përputhen gjithmonë, frikra për të ardhmen. Ka pasur momente kur jam ndjerë e vetmuar edhe brenda një lidhje, sepse bota jonë nuk ishte e njëjta. Në Shkodër fjalët përhapen shumë shpejt. Mësova ta përballoja shikimin e të tjerëve, komentet e nënkuptuara, heshtjen që flet më shumë se zhurma. Me kohën, kuptova se nuk kam pse të shpjegoj jetën time atyre që nuk jetojnë me pasojat e saj. Sot jam shumë e qartë me veten. Nuk idealizoj më asnjë gjë. E di se çdo zgjedhje ka koston e vet, por kam mësuar të vendos kufi, të kërkoj barazi dhe respekt pavarësisht diferencës së moshës. Nuk kërkoj miratim, kërkoj mirëqenie. Kjo faktikisht nuk është për të bindur askënd. Është thjesht një rrëfim imi i sinqert për mënyrën si kam zgjedhur të ndërtoj lidhje në një botë që shpesh gjykon para se të kuptoj.